Aktrim apo e vërtet? Nuk dua të hyj në për këto detaje, se tash nuk ishim për organit të tyre, siç komenton edhe banorët e tjerë aty se çka kanë bërë me jetën e tyre jashtë. Ideja është që sido që të jetë, thash edhe një herë, më pëlqen shumë fakti që nuk ka censurë. Besoj që duhet të jetë e vërtet duke njohur Albën dhe Limin. Unë e kam parë pak me vëmendje, si kurioze në fakt shumë. Edhe nga jashtë, jo me detaj, por kurioze. Kam përshtypjen që të dy personazhet, si Limi dhe Alba, e njohin televizionin. Nuk është se nuk e njohin, edhe besoj që kjo është bërë e qëllimshme. Unë nuk mendoj që ka ndodhur gjë. Tani okay, ata mund të jenë prekur, por nuk mendoj që ka ndodhur gjë. E kanë bërë për të provokuar banorët e tjerë. Zemër, ajo që mua më bë përshtypje. Nuk e di a e njeh Limin apo jo. Jo, nuk e njoh. Nuk e njoh. Ashtu si është futur ajo, Limi nuk të fal. Okej, dakord. E di çfarë më përshtypje ditë në fakt, më përshtypje për personazhet e tjerë, pra banorët e tjerë të fermës, fermerët që habiten, që kanë ndodhur apo çka kanë ndodhur të irrituar, pse po habiten kaq shumë? 2025-sa çudi e madhe, çdo njeri është i lirë të çfarë të dojë, të krijojë lidhje, të ndahet, të bëjë. Në 2025-ën vazhdon diskutohet ata duhet të kenë problem gjuhën e komunikimit aty, mos të ofendojnë, mos të fyejnë, mos të ngrejnë zërin, këto duhet të kenë problem ata. Të jenë personazhe sa më të mirë dhe sa më dinjitoz për ata që i ndjekin, pastaj se çfarë ndodhin poshtë organit apo ku diun mbi organit, kjo është tjetër çështje.